Përshëndetje doktoresha, kënaqësi që ju kemi të ftuar në podcast e që pranuat ftesën të jeni këtu me ne sot. E kam kënaqësi që të jap informacione edhe këshilla të domosdoshme dhe të vlefshme për pacientët e mi, edhe të gjithë pacientët e tjerë për këtë grup sëmundjesh që është grupi i sëmundjeve më të mëdha, siç janë sëmundjet kardiovaskulare. Në fakt, ne doktoresha do të ndalemi te hipertensioni, e cila është një problematikë shëndetësore që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri është mjaft e përhapur. Pse vendi ynë është kaq i prekur? Qytetarët shqiptar janë kaq të prekur nga kjo lloj problematike. Çfarë ndikon? Hipertensioni është një nga sëmundjet e cila sa vjen dhe po shtohen pacientët të cilët vuajnë nga kjo sëmundje. Është një element mjaft i nënvlerësuar në vendin tonë, për shkak sepse është një sëmundje e cila nuk ka shenja dhe duke mos pas shenja nuk vlerësohet ashtu si duhet dhe nuk trajtohet në kohë. Shqipëria është kategorizuar në vendet me risk të lartë për shkak të disa elementeve të cilët i kanë plus nga vendet e tjera europiane. Europa vetë është ndarë në 4 rajone dhe ne hym në rajonin e 4 që është rajoni me risk më të lartë kardiovaskular. Si e tillë kemi dhe një numër për banor mjaft të shtuar të njerëzve që vuajnë nga hipertensioni. Zakonisht që njihet si vrasës i heshtur, pse ka këtë përshkrim? Hipertensioni quhet vrasës i heshtur për shkak sepse është një sëmundje pa shenja. Dhe kjo sjell atë handikapin midis pacientëve të cilët kur ne ua konstatojmë ju duket pak e çuditshme nëse e kanë ose nuk e kanë. Dhe duke mos ndier shenja, ato nuk vinë në kohën e dur tek mjeku që ta vlerësojnë atë. Ose duke mos ndier shenja, ato nuk realizojnë terapinë që është rekomanduar nga mjeku. Dhe si e tillë, edhe pse nuk ka shenja, nuk do të thotë që nuk na sjell dëmtime në organizmin ton. Gati 80% e sëmundjeve kardiovaskulare sigurisht që janë të heshtura. Sepse nëse i referohemi faktorëve të rrezikut, hipertensioni është një nga faktorët e rrezikut që shkakton sëmundje kardiovaskulare. Por edhe dislipidemia është vrasës i heshtur, edhe obeziteti është vrasës i heshtur, edhe diabeti është vrasës i heshtur. Pra gjithë faktorët e rrezikut në shumicën e rasteve janë pa shenja dhe ne i rekomandojmë pacientëve tonë që të kërkojnë ndihmë pa shfaqur shenja. Nuk është e thënë që neve kur kemi dhimbje koke apo kur kemi marrje mendsh të kujtohemi që mund të kemi tension. Ka disa faktorë rreziku që individi mund të identifikojë shumë herët dhe përpasoj ai do të trajtohet herët dhe nuk do ketë ndërlikime në dekadat që vijnë. Ka një moment kur një person e kupton që ka hipertension, kush janë simptomat që shfaqen në një moment caktuar që e bën atë të drejtohet tek mjeku? Simptomat janë subjektive, sepse jo gjithmonë korrelon matja e vlerave të larta të presionit arterial me angesat që një individ ka. Mund të jetë dhimbje koke, mund të jetë palpitacione, mund të jetë një shtrëngim i lehtë në gjoks, mund të jetë një dobësi e përgjithshme, mund të ketë errësim të syve, por jo gjithmonë kjo shkon paralelisht. Atëherë çfarë duhet të bëjë një individ kur duhet ai të kujdeset që nëse ka ose jo hipertension? Kjo është mjaft e thjeshtë sepse me një matje rutinë, qoftë edhe në familje, ai mund ta konstatojë nëse e ka ose nuk e ka. Ajo që doja unë të ndalesha është që hipertensioni ose matja e tensionit nuk është e thënë që duhet bëhet në moshat e rritura ose vetëm në moshat adulte. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ne e gjejmë hipertensionin edhe në fëmijët, edhe në moshat para adoleshent. Dhe ato kanë konstatuar që janë 13% e adoleshentëve që mund të kenë hipertension. Kështu që shiko se sa herët duhet të kujdesemi. Ta masë është tensioni një person. Por personat të cilët janë të regjistruar tek mjeku i familjes, që në takimin e parë që ato bëjnë me mjekun e familjes, në parametrat jetësor një nga ato është edhe matja e tensionit, siç është matja e temperaturës, siç është një gjak komplet, siç është matja e tensionit ose një bilanc ku aty shifet siç është pesha, gjatësia, ashtu duhet të jetë edhe e shënuar edhe matja e presionit arterial. Sa është vlera normale që një person duhet të ketë, ndoshta e ndarë sipas moshës? Gold standardi për presionin arterial duhet të jetë më pak se 120 me 180. Për të gjitha moshat? Për të gjitha moshat. Ka një specifik vetëm për moshat mbi 80 vjeç, të cilët mund ta kenë edhe pak më lart.
Dhe kjo vlera optimale e tensionit prapë është relative, sepse varet nëse individi ka sëmundje bashkëshoqëruese ose jo. Nëse një individ është me risk të ulët kardiovaskular, do të thonë që faktorët e rrezikut të tij janë më pak se 2 ose është 1 faktor rreziku, atëherë vlera optimale që ai të jetë i shëndetshëm dhe të mos ketë ndërlikime në dekadat që vijnë, duhet të jetë 120 me 80. Po kategoritë më të rrezikuara nga hipertensioni, cilat janë? Kategoritë më të rrezikuara janë ato që janë obez, janë ato që bëjnë një stil jetese jo të shëndetshëm, që nuk konsumojnë ushqime të përshtatshme për shëndetin e tyre në përgjithësi dhe për sëmundjet kardiovaskulare në veçanti, janë ato të cilët nuk bëjnë aktivitet fizik të mjaftueshëm. Edhe këtu dua të ndalem, sepse sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 80% e adoleshentëve nuk bëjnë aktivitetin fizik të rekomanduar. Shikoni se sa janë të predispozuar kur ato të bëhen adult që të riskohen nga sëmundjet kardiovaskulare, siç është edhe hipertensioni. Dua të them që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nga hipertensioni vdesin rreth 10 milion individ në vit. Shiko se sa shifër e lartë. Është një shifër alarmante. Është alarmante dhe është një sëmundje e cila mund të parandalohet. 80% e sëmundjeve kardiovaskulare parandalohen nëse ato kapen në kohë dhe trajtohen në mënyrën e duhur. Po te gratë shtatzana, sa i rrezikshëm është hipertensioni? Kemi edhe një risk te gratë shtatzan, sepse disa nga gratë mund të paraqesin vlera të rritura të presionit arterial. Kjo vjen për disa shkaqe. Disa shkaqe mund të jenë shkaqe gjenetike, sepse kemi edhe pjesën gjenetike të hipertensionit, por ka dhe disa sëmundje që mund të jenë si sëmundje të aparatit urinar, të sëmundje të veshkave. Dhe këto individ që janë gratë shtatzana që mund të zhvillojnë hipertension, duhet të kenë shumë kujdes, duhet të trajtojnë atë, sepse nëse ai nuk trajtohet, shkon deri në humbjen e fëmijës. Në sëmundje të tjera, kur afrohet lindja, siç është eklampsia dhe preeklampsia, e cila është e rrezikshme si për jetën e bebit ashtu dhe për jetën e nënës. Gratë shtatzana duhet të kenë një vëmendje të shtuar. Të shtuar, sigurisht që ato kanë atë ciklin e tyre të kontrollit tek mjeku obstetër ginekolog, që përfshihet edhe vlerësimi i vlerave të presionit arterial. Ajo që dua të them, nëse një grua gjatë shtatzanisë së vet, edhe pse është një proces fiziologjik, zhvillon hipertension dhe ky hipertension nuk vazhdon pasi lind bebi, duhet ketë kujdes në jetën e saj në dekadat që vijnë, sepse ajo është e prirur të zhvillojë hipertension. Do të thonë që një grua shtatzan nxjerr gjithë pikat e dobta të trupit të vet. Siç periudhës së shtatzanisë, siç është zhvillimi i hipertensionit, siç është zhvillimi i diabetit ose sëmundje të tjera, të cilat mund të konstatohen gjatë vizitës te obstetër ginekologu. Si mund menaxhohet hipertensioni jo vetëm te gratë shtatzana, por të gjitha kategoritë e njerëzve? Si mund ta menaxhojnë? Ka ushqime të cilat duhet t'i konsumojnë, ushqime që nuk duhet t'i konsumojnë? Absolutisht që mënyra ushqyerjes është shumë e rëndësishme, sepse në faktorët që të cilët zhvillojnë hipertension është edhe ushqimet që janë të pasura me krip ose ushqimet jo të përpunuara, jo të freskëta, ose njerëz të cilët e tepërojnë në pijet energjike. Nuk them se pija energjike shkakton hipertension kur ti pi një herë, por nëse ti do pish disa pije energjike, sidomos kjo vlen për të rinjt që konsumojnë shumë ose për mosha të mëdha që përdorin alkool, ndoshta edhe droga, pijet energjike përmbajnë sasi të shtuar kafeine, taurin dhe sheqer, të cilat për një moment të shkurtër mund të zhvillojnë hipertension. Është e rëndësishme mënyra e ushqyerjes, sepse individët të cilët janë të prirur të zhvillojnë hipertension ose kanë hipertension, duhet të marrin ushqime të pasura me kalium. Kaliumi është një nga kontribuesët të cilët ndikon në uljen e presionit arterial. Disa prej tyre ushqime të pasura me kalium kemi bananen, kemi pataten, kemi kumbullat, sigurisht edhe perimet e freskëta ose disa lloj frutash, të cilat mund të konsumohen sipas sinës. Zakonisht në përgjithësi njerëzit përdorin edhe hudrën për uljen e tensionit. A është e rekomandueshme? Në recetën dhe në ushqimin e përditshëm, sigurisht që hudra ka vlerat e veta ushqyese, por nuk mendojmë që
urdhra do na shëroj tensioni, se është pak e egzageruar. Ne do ushqehemi aq sa ka vlerë trupi ynë. Çdo gjë e tepër sigurisht që nuk na ndihmon. Gjej rastin të them që hipertensioni, nëse nuk menaxhohet mirë me shtimin e aktivitetit fizik, duhet që çdo individ të bëjë 150 minuta në javë deri 300, kjo varet sipas aftësisë së vet ushtrimore, sepse njerëz të ndryshëm mund të bëjnë aktivitet të ndryshëm sportiv, kështu që të individët të cilët nuk e mirë menaxhojnë me mirë ushqyerjen, me aktivitetin fizik dhe mirë menaxhimin e stresit, dhe kjo është një pikë shumë e fortë, sepse një stres kronik i vazhdueshëm sigurisht që do na mbajë vlera të larta të presionit arterial, të gjithë këto individ që bëjnë këtë dhe nuk arrin të arrin shifrat optimale, sigurisht pa diskutim që duhet të marrin mjekim. Po, tensioni sa shpesh duhet matur në një periudhë një ditore? Në individët të cilët janë për herë të parë që konstatojnë një shifër tensioni, nuk do të themi që direkt të duhet fillojnë mjekim. Ne atë e monitorojmë, i bëjmë një matje një javore në familje, e bën vetë individi 2 herë në ditë, bën një pasqyrë dhe ne orientohemi nëse kjo vlerë është e qëndrueshme ose jo, sepse me marrëveshje është vendosur që hipertensioni të quhet kur ai të jetë në vlera të qëndrueshme mbi 140 me 90. Më thënë, një shifër e vetme nuk na drejton drejt mjekimit me njëherë. Absolutisht që ne monitorojmë 3 deri 6 muaj dhe duke llogaritur dhe riskun dhe gjithë faktorët e rrezikut për këtë individ, atëherë vendosim nëse ky individ do t'i nështrohet terapisë mjekësore ose jo. Ka një mënyrë korrekte se si duhet matur dhe një hapësirë ditore, një fash orar kur nuk është orari, se sa është mënyra e matjes një, edhe kushtet në vendin ku matet, sigurisht individi duhet të jetë i qetë, të ketë ndendur 30 minuta në qetësi, të ketë urinuar më përpara, të rinë në një pozicion të kënd drejt, të ketë mbështetur kurizin tek karikja dhe të jetë sa më në kënd të drejt, dhe aty të themi se marrim matje të sakta. Sigurisht që një matje asnjëherë nuk duhet të merret në konsiderat, ose duhet të pritur të bëhet 2 deri 3 matje dhe ne marrim një mesatare që të bindemi që ky individ po zhvillon tension ose jo. Kur ne ju rekomandojmë atë matje një javore në familje, sigurisht i themi një matje paradite dhe një matje në mbrëmje, dhe kjo bëhet që në 24 orë individi të ketë vlera të presionit arterial brenda shifrave optimale. Doktoresha, zakonisht flitet vetëm për tensionin e lartë të gjakut, po tensioni i ulët, sa i rrezikshëm është? Absolutisht, shenjat e tensionit të ulët dhe të lartë janë njësoj. Nëse një individ na paraqitet në klinikë me disa ankesa, ne nuk jemi të sigurt pa e matur atë që është vlera e ulët nën shifrat optimale apo është mbi shifrat optimale. Edhe hipotensioni ose hiperperfuzioni i organeve sigurisht që sjell vuajtje për organet. Në momentin që organi nuk merr, zemra, veshka, truri, nuk marrin sasinë e gjakut të mjaftueshëm, sigurisht që ato do të vuajnë. Dhe vuajtja është njësoj, si me uljen e presionit, ashtu edhe me shtimin e presionit arterial. Na jepni disa këshilla se si mund ta mbajmë në kontroll tensionin e gjakut? Unë do të këshilloja që në radhë të parë mirë ushqyerje, shtimi i aktivitetit fizik, sepse thash alarmante është sidomos për brezin e ri, dhe duke pas këtë jetë jo të shëndetshme, sigurisht kjo na ka bërë që neve të kemi ngjarje kardiake që nuk i kemi parë më përpara në mosha shumë të reja, siç është infarkti apo dështimi i zemrës. Një mirë ushqyerje, shtimi i aktivitetit fizik dhe një mirë menaxhim i stresit, një stres sa më të ulët. Sigurisht që individi do ketë stres, por duhet që këtë ta mbajnë konstant dhe jo streset të shtuara, të cilat bëjnë që të kemi një inflamacion kronik, dhe kjo bën që të kemi një vuajtje të gjithë organizmit në përgjithësi dhe të zemrës në veçanti. Tensioni është një sëmundje, mund ta cilësojmë të shërueshme nëse ndryshon stilin e jetesës apo gjithmonë nevojiten edhe medikamentet kur e ke tashmë? Absolutisht, kemi një kombinim të 3 faktorëve që unë thash, që duhet bëj vetë individi, dhe deri këtu mund ta mirë kuptoj që thot jam mjeku i vetvetes,
Janë mite që ne i dëgjojmë për ditë që unë e bëra kokrën gjysmë, e bëra një, se unë tani ja di vetes time dhe di se si ta menaxhoj. Individi është mjeku vetvetes deri tek ushqimi, tek aktiviteti fizik dhe te mirë menaxhimi i stresit. Pjesën tjetër është mjeku ai i cili vendos për terapinë dhe kush është mjekimi më i domosdoshëm që të mbron më shumë këtë individ. Se gjithë lufta është që individi të mos zhvillojë ndërlikime. Tensioni vërtet nuk të jep shenja, por nëse ai nuk trajtohet mirë, sigurisht do sjellë disa dëmtime të organeve, siç është dëmtimi i trurit, plakja e trurit, siç është dëmtimi i syve, hemorragjia në sy, mund të japi dëmtime të vetë zemrës, infarkti, çrregullime të ritmit, insuficiencë kardiake, që janë shtuar shumë, mund të japi dëmtime të veshkës, sigurisht edhe dëmtim të enëve periferike. Që janë, shiko sa e rëndësishme është, më mirë mjekojmë një gjë sot, se sa pas disa vitesh neve do të na duhet që të mjekojmë jo më një organ, po disa organe. Doktoresha, ne gjithashtu kemi dhe disa pyetje nga ndjekësit e shëndetit, të cilët duan të shohin kurreshtin e tyre dhe ndoshta të informohen më mirë. Si për shembull, një thotë që sa herë më dhem koka, më skuqen syt dhe mos ka të bëjë kjo me tensionin. Jo gjithmonë dhimbja e kokës është e lidhur me tensionin. Që ky individ të sigurohet është vetëm matja. Për çfarë do lloj individi që do të di që zhvillon ose jo tension, është matja, kjo është e sigurt. Dhimbja e kokës mund të vijë edhe skuqja e syve nga shumë sëmundje të tjera. Mund të jenë sëmundje infektive, mund të jenë sëmundje që lidhen me sistemin nervor, mund të jetë pagjumësia e cila është shtuar shumë, çrregullimet e ankthit, kështu që nuk mundet të themi që gjithmonë kemi një korrelacion midis dhimbjes kokës me tensionin e lartë. Si të ul tensionin me metoda natyrale? Disa nga metodat natyrale është që mund të futesh këmbët në ujë të ngrohtë, nëse ti je në kushte të cilat nuk mund të përdorësh medikamente, varet dhe nga vlera e tensionit që është, gjithsesi njeriu duhet i bëjë disa përpjekje të ruajë qetësinë, që është shumë e rëndësishme, sepse ka individ të cilët kur konstatojnë një vlerë tensioni hynë në rreth vicioz dhe ankthi dhe paniku pastaj nuk e lë që të ulet tensioni. Mundet të shtrydhin një gjysmë limoni dhe menjëherë duhet këshillohen me mjekun. Nëse ky individ e bën për herë të parë këtë vlerë tensioni, nëse ky individ është në terapi dhe terapia nuk po e zotëron tensionin që të jetë në shifra optimale, varet gjithmonë, këshillimi është individual. Vuaj nga pagjumësia, a ma shkakton tensioni? Jo. Çrregullimet e gjumit mund të japin dhe kanë ndikimin e vet në rritjen e vlerave të presionit arterial, por asnjëherë presioni varet tani kush është shkaku i pagjumësisë, nuk kemi një lidhje të ngushtë që një njeri që vuan nga tensioni të vuajë dhe nga pagjumësia. A ka një lidhje midis hipertensionit dhe kancerit? Jo, individët që vuajnë nga sëmundje maligne, sigurisht jo. Sigurisht që gjatë periudhës së tyre, sepse ato kanë edhe një stres psikosocial, është e pranueshme tek këta individ, mundet të jetë të shoqëruar dhe me vlera të tensionit arterial të larta. Tu është edhe një pyetje për kafen, sa kafe duhet pim në ditë ata që vuajnë nga tensioni i lartë? Jo, ato pa frikë mund të pinë 1, 2 deri 3 kafe në ditë. Jo, kafja nuk kemi ndonjë studim të na tregojë që nëse ne përdorim kafe do të na rritet tensioni. Deri në 1, 2 kafe është e pranueshme. Ka individ të cilët edhe 3 kafe mund t'i tolerojnë. Ajo që neve u reduktojmë kafen nuk është tensioni, sepse ka individ të cilët duke konsumuar kafe mund të zhvillojnë çrregullime të ritmit, mund t'ju rritet aritmia, mund të kemi rrafje të shpeshta, rrafje të çrregullta. Kjo prapë është individuale, varet se sa toleron ai të pi, por kafja nuk është ndaluar te individët që vuajnë ose trajtohen për shifra të larta të presionit arterial. Kemi edhe popull që duam shumë kafe. Te individët të cilët ka disa individ të cilët mund të zhvillojnë aritmi, mund t'ju japi pagjumësi, sigurisht që do ta reduktojmë. Edhe lidhja midis ankthit dhe hipertensionit. Po, ka një lidhje midis ankthit. Personat që vojnë nga ankthi, sigurisht që e kanë më të shprehur të sëmundjen e hipertensionit,
edhe gjithashtu, nëse ne nuk trajtojmë ankthin, edhe vlerat e presionit arterial nuk shkojnë atje ku duhet. Pra kemi një kombinim midis mjekimit të ankthit edhe mjekimit të hipertensionit. Janë të lidhura. Shkruhet në disa studime që 50% e tensionit është nga shkaqet, është edhe me shkak nervor. Kështu që nuk duhet neglizhuar, sidomos në ditët e sotme, edhe trajtimi ose mjekimi i ankthit. Është e nevojshme. Po. Okej, doktoresha, ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat me ndjekësit tanë. Faleminderit dhe uroj punë të mbarë.